Karamusha, ndërkohë që frymëzohemi nga armatimi amerikan dhe izraelit dhe kur të shfaqet ajo pamja ke kolona e parë e Iranit dhe të shfaqet kjo e SBA-ve, ti thua sa absurde është bota që e tenton të hahen ushtarakisht dy forca që s'kan lidhje fare. Po të pyes njëherë për atë raketën, u nis për Qipro? Raketa ishte me rrezet mesme veprimi, kur doli në atmosferë, u mendua si një trajektore që po sulmonte Turqinë. Pastaj, analizat që u bën edhe një përllogaritje më sakt, nxori që ishte drejtuar në bazat e Qipërës sërish. Sepse herën e parë nuk u godit me baza në Qipër, nuk u godit me njëra nga bazat, se janë dy, me raket, me rrezet mesme veprimi, balistike, por u godit me një dron, i cili erdhi nga Libani i Jugut, pra nga trupat e Hezbollah. Tani, pse Qipër? Qipër ka dy baza që janë baza sovrane britanike. Njëra është në Akrotit, tjetra është në Thekelja. Të dyja janë në dy qytete të ndryshme, në veri dhe në jug, që janë më së shumti baza të ndihmës dhe mbështetjes logjistike ushtarake. Aty për shembull këto C-130 aty furnizohen, pra marrin karburantin, që pastaj ngrihen në ajër dhe furnizojnë avionët e tjerë. Për Turqinë nuk bëhe fjalë. Unë u habita kur e nxorën mediat në fillim. E para Turqia është vënë në një plan sekret, aktualisht që ne flasim, shërbimet e saj, MIT-i, është duke negociuar edhe me Mojsin iranian, si thuhet, burimet hapura, edhe me ata amerikanë CIA dhe Mossadin, që të ulen për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe urgjente të një negociate, të një marrëveshje të diçkaje. Pra kur thanë palë të treta sot gazetarët amerikanë, nënkuptohej që ishin turqit. Pra ata po e ndihmojnë tani Iranin dhe zgjidhjen e gjithë konfliktit në atë. E dyta, Konja, Izmiri, Inciriliku dhe një bazë tjetër e rëndësishme në Turqi janë 4 bazat të NATO-s, por janë 4 joint që janë pra edhe ushtria amerikane, edhe turke, edhe të tjera të NATO-s. Njëra prej tyre ka bomba atomike. Ka mbushje atomike. 20 deri në 30 testata, që është ajo e fikut, në gjuhën shqipe, Inciriliku turqisht. Është baza më e madhe, ajrore. Ajo është që nga vitet 60-70 ka qenë aty, është ndërtuar vetëm si deterrencë për bllokun sovjetik. Dhe mbetet aty një nga bazat më të fuqishme që ka edhe mbulon edhe pjesën lindore, edhe pjesën e lindjes mesme. Dhe se çon njëri në përmend të hedhë një raketë aty. Sistemet janë shumë përparuara, edhe të mesdheut, se pak është folur. Ne kemi një sistem mesdhetar, komandanti ushtarakët mund të na verifikojnë, se u fol shumë për to raketat që të mu vinin në mesdhe, që ka të bëj edhe me Thadin, ka të bëj edhe me Patriotin, përveç 2 sistemeve tjera që ka Izraeli, Arrow, David e tjerë, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e këtyre balistike, se ky është problemi më i madh. Deri më sot nuk është vërtetuar që Irani të ketë interkontinentale, raketat rrezet të gjatë veprimi. Ajo do ishte pastaj një problem që ndryshonte gjithë lojën e luftës. Por, me analizat që bëhet, janë këto që u parashtruan në një katalog që me çka kanë përdorur deri më sot. Edhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë goditur më shumë nga të gjitha vendet e tjera të gjirit nga ana e Iranit. 870, 860 ishte sot në mëngjes bilanci i dronëve, raketave cruise dhe ato balistike që janë goditur vetëm në Emiratet e Bashkuara Arabe. Tani, a ka mbrojtje? Kanë mbrojtje ata. Por në këtë rast Irani po loz një taktik që vitet e fundit është rilevuar, që është taktika e sulmeve të saturuara. Pra ti njëkohësisht hedh edhe raket balistike, lëshon edhe raketa cruise dhe njëkohësisht edhe dron. Dhe mbi ngarkohet sistemi mbrojtjes dhe lë hapësira që të penetrojnë. Qoftë një dron, pra ato pastaj përzgjedhin se këtë do sulmojnë në formën kundërajrore dhe kush gjen hapësirë për të goditur objektet strategjike që janë paracaktuar për të sulmuar. Kështu që kjo ka qenë problemi i saj. Pra nuk ja ka dhënë Emiratet e Bashkuara Arabe palë të tretave për mbrojtje. Jo, janë sistemet më përparuara, ata kanë sistemet më moderne sot.
Pra kanë edhe thadi, kanë edhe pancirët edhe patriotët dhe pancirët për dronet. Por mbi ngarkimi çon në këtë. Prandaj këto sisteme po përparojnë dhe përditësohen çdo 6 muaj, çdo një vit. Sepse taktika se si bëhen sulmet gjen gjithmonë një boshlik në ty. Sigurisht. Por që të them gjithë mesdheu, interceptimi satelitor në disa komponentë të tij, e derisa të vi në mesdhe e lartë në Evropë, Greqia ka marrë masat. Greqia ka dalë dhe ja u bë thirrje edhe këtyre tanëve, po dalin gjeneralët grek, po dalin politikanë grek, po japin mesazhe qetësie në popull, që ata janë më të rrezikuar se ne, edhe për shkak të bazave që kanë vënë funksionim, edhe për shkak të Kipros që është shumë afër tyre, të dalin dhe këta tanët. Mendohet që presidenti po konsultohet për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, por për të dhënë mesazhe, sepse është ajo ndjenja e panikut e etj çfarë mund të ndodhë, sepse duhet të ketë një gjë e qartë, që jemi pjesë e një bashkësie, e një traktati, e një aleancë siç është NATO. Do ta risjellim artikullin 5. Po pra, edhe mbrojtja është njësoj si për Greqinë, si për Shqipërinë dhe vendet e tjera të NATO-s. Mirë, është pa diskutim, është një nga rritet më të mëdha e Shqipërisë, qenurit vendi antar i NATO-s. Do shkojmë hapësirë publicitare, do kthehemi me pak më shumë fokus tek ne dhe tek politika, hapësirë publicitare.